Quhet Delulule. I thoje shoqës ngushtë, ua bëri like, mendoje martesë, mendoje Tani, më fal, po je Delulu. Unë mund ta bëj të dashurohet me mua. Ata kanë frikë nga një lidhje, nga shumë lidhje nuk kanë frikë. Kur nuk e frikë një lidhje dhe shumë nuk përëndër. Kë më tha, mirë të marrë unë telefon, tha se jam me njerëz. Ai ndoshta është akoma me njerëz. Ai nuk na poston ne në story sepse nuk do që çunat e tjerë të na ngacmojnë ne. Pastaj gjithë çunave ti ke shumë lidhje, nga këto mund të zgjedhësh më të mirën. Sa cute. Ka që letë është. Kur zgjedh me ty, thot shoqeve çfarë dhurate ti blej, që t'ja bëj çepin. Mirë që ka akoma vajza që mendojnë kaq mirë dhe unë ndodhem në mesin e 4 intelektualeve shqiptare. Shifini llojet e gocave kur bëjnë shop. Te ka vesh Elvana Gjata dhe ka postu të story biles. Miss! Liçeni tha 2025. Dhe të na përfaqësoj në Miss La Villa 2025 është Blind, lidit në blind. Ne jemi goca, vështu si bomba, shmetim kretile. A e dini që ka një vend në tokë ku lëndinat janë të gjelbra, zojt i sërojnë ëmbël dhe ka vetëm meshkuj që të kthejnë përgjigje kur sapo ju shkruan. Ku është ky vendi? Ky vend, jo. Ky vendi quhet Delulule. Aty jetojmë të gjitha, unë ndonjëherë vite në tokë. Unë jetoj tërkohën aty. Ne jetojmë 11 me 7. Edhe mua më ka dalë nami që jam Miss Delulu e Vilës. Ta Jeni mbaj të dyja, njëra më pak, njëra më shumë, jeni të dyja. Kto që thanë Klea janë fiks fjalët tona kur mendojmë që një çuna ka qef dhe jemi kështu Delulu fare. Sidomos kur bën gosat bashk, the blind leading the blind. Muhabet. Si shpjegohet që ja infektojmë gjithmonë njëra tjetrës këtë efektin e të qenë Delulu. Unë me shoqet, më thonë shoqet mua, po, zemër kështu është, unë po, kështu është, s'ka. Jo, nuk, unë jam ashtu fare. Unë ta them, më vjen keq, dua vetëm ta them mrapsh, po unë ta them troç. Do të thënë nëse Jo, shiko sa je Delulu, më fal, po je Delulu. Po mirë, shiko sa ai çik delulizmi. Delulizmi? Fjalë re. Pyes veten çaj quanin gocat përpara se sa ka kjo fjalë që ka dalë një vit dy te ka TikTok. Po çaj, nuk ekziston të fjala Delulu. Deluzionale. Delulu është më e bukur. Keni pas në një situatë ju që keni qenë kështu? Jo, nuk ka pas. Me çunat. Po, lidhje me çunat. Po, Delulu. Tash për shembull, sa pas keni pas? Për shembull. A e keni parasysh kur ti je me dikë? Jo. Nuk e keni. Ne unë dhe Kesiana dhe Kristelli dhe ti gjithashtu nuk e kemi. Unë e kam parasysh. Unë do thojë thjesht ne nuk e kemi parasysh. A e keni? Jo, Frida, a e keni parasysh kur jemi dikë dhe ai dikushi ka, domethënë, flet për kushtimin apo angazhimin në marrëdhënie, sikur është sëmundje vdekjeprurse. Se unë për shembull e kam parasysh dhe në mendjen time u them thjesht shiko se i shkreti, është traumatizuar, unë mund ta I can fix him, e kupton? Unë bob ndërtuesi, a dal vullnetare, që të rregulloj ty mordial. Ti nuk ke frikë nga lidhje, ti thjesht nuk je lidhur me njeriu në Nga për kushtimin e lidhje, se lidhjet Bravo, më pëlqeve Kristela, këtu më pëlqeve. Ndoshta jo, ata kanë frikë nga një lidhje, nga shumë lidhje nuk kanë frikë. Shumë lidhje i mbajnë ata, po një lidhje nuk e mbajnë dot. Stabil. Ua, disa kujtove me këtë se e ndjeva këtë që them, ka ndodhur dhe mua një Ka ndodhur dhe mua një gjë kur flisja me një djalë dhe nuk më duke shumë përkushtuar, vënonte mesazhe, kthente vetëm kur I teke dhe përveç se justifikoja me faktin që maybe he's busy, domethënë ndoshta është I zënë. Ka punë gjithmonë. Businessman, le gjëra të rëndësishme, përveç kësaj ishte edhe kjo që thoja që ndoshta dikush në të kaluar mund t'i ketë thyer zemrën dhe mund të ketë menduar. Fiks kjo që the ti dhe bob ndërtuesja 1 dhe bob ndërtuesja 2. Dhe të dyja jetojnë bashkë në Delulend. Dhe erdhi doktoresha që t'ia shëroi zemrën. Ua, jo kam një situatë tjetër. Fotorisha fakt tavolinën. Ja me vete që ndoshta ky djali nuk është gati për një lidhje të vërtet, por unë mund ta bëj të dashurohet me mua. Dhe me sa duket që pas ka arritur. Jo! Dhe gjohë ka pas një situatë që flisja me një çun, edhe era fundit që folëm, kë më tha, mirë të marrë unë telefon, tha se jam me njerëz. Ai ndoshta është akoma me njerëz. Nuk e marrë akoma në telefon. Dhe qoftë se ke
mbaruar më. Po telefono se po vazhdoj të pres. Kështu ai është me marrëdhënie me njerëz gjatë gjithë kohës. Po, është business. Ose kur thon më prit se nuk jam gati për një lidhje dhe ti duket sikur po pret autobusin që s'vjen kur. Autobusin e kapsë No, ata i shumë ashtu të Për duket. herë këta që na pëlqejnë, këta nuk janë gati për një lidhje. Ne në atë moment çuditërisht jemi Mbaj gati. mendun, më përpara ndoshta nuk ekzistonte kjo Delulu, po më përpara kur kishim ndaj crash na bënte like story. Ua, akoma ne kam akoma. A keni dhe vazhdoja dhe i thoje shoqës ngushtë, "Ua, më bëri like, mendoje martesë, mendoje fëmijë." Po për zotin, unë në çdo sa herë që flas me një çun, mendoj se si do jetë martesa, mendoj kafshët, fëmijët, ferm. Ose të çon një përshëndetje dhe ti thua, "Okay, I Ta got it." dini Okay. që në close friendsin tim, në qoftë se unë hedh ndonjë story, jeni ju dhe targeti për të bërë like atë story. E po, a ekziston e vërtet kjo teoria që gocat nëse të fusin në close friend kanë dikë aty që duan t'i mirë në sy? Un po për vetë, Edhe unë më mendoj, falni, po po sa unë jam shumë e I sinqert. kam për kamuflim. Ti dhe 8% të tjerë si puna jote që nuk na ndjekin akoma, cila është arsyeja? Kështu që shkoni në YouTube dhe na bëni subscribe dhe shumë faleminderit që na ndiqni. Kjo me close friend ka ndodhur mua, për shembull, më çonte follow ndonjë çun që duke interesante ja ktheja dhe më fusa në close friend. Edhe unë dhe Lulu Lendin tim mendoja që okay, më ka futur aty se ndoshta do vetëm të më biri mua në sy. Këtë ndërkohë që ai nuk shkruan te kur, nuk bënte kur asnjë përpjekje. Që kjo është thjesht një mënyrë se si duan mbi në sy, po nuk është se duan. Po unë kam qenë shumë goca me këto me close friends që e bëjnë kështu. Po, kur çunat kur flasin për gocat e tjera dhe fillon ajo delulizmi që thua, okay, Delulizmi. po, delulizmi e vendosa unë. God, I tani. love this word. Ta them atë mos ta them. Thuaj, haj. Po e harrova. Kur e ke parasysh A më prit ku e lash. te gocat e tjera. Po, kur flasin për gocat e tjera, dhe ne mendojmë që po na bën xheloze, po na bën xheloz. Jo, unë thjesht mendoj që ata janë të respektueshëm me femra. Atë ta thoja, keni parasysh kur i kap mesazhe me goca të tjera dhe ai, më thënë, përveç faktit që ti do të besosh ato që ti do të besosh, ai të thotë shiko se e kam pas shkolla, po Mungjit, se më është ngjitse. Mungjit është ngjitse. Dhe ti fillon. Është thjesht kam shoqe. Shoqe? Shoqja ime ngushtë ka qenë fliste me një djalë, si rasti jot të shoqës. shoqja Jo, ngushtë. unë i kam lënë këtë muhabete. I kam lënë Të shtohet karrierë. Po, që ngushtë. E imja fliste me një djalë, po ai nuk i shkruante gjithë ditën. Domethënë i shkruante vetëm darkë. Dhe kjo shkruajta thoshte që shiko se ai është shumë i zënë dhe nuk është se ka kohë për të shkruar ditën. Se ai punonte. Dhe justifikoi me këtë idenë që vetëm natën mund të më shkruante, po thjesht ai gjithë ditën, domethënë qelloi një ditë që ne kaluam nga zona ku ai punonte dhe ai ishte me telefon dorë, ndërkohë dhe përgjigje kësaj nuk i kthente. Po ndoshta ka pasur kamionun dogan. Jo, thjesht ti të rish dhe çfarë tha? Shiko tha se do ketë punë tha prandaj. Do jetë Thjesht do më shkruaj. rastisën që po kalon tek ai vendi ku po punonte ai. Nuk është se kaluan. Nëse ti tem tjetër dhe Rastisëm, kjo. po kjo është temë tjetër domethënë. Po, ç'është ky profesion që s'mund të përdorësh telefonin se më ka rastisë mua për shembull. Mua e kam, kurse un kam qenë kjo shoqja jote. Po nuk e kemi përbashkët bisedë. Kam qenë un një rast, me rastin që më përmendje çfarë. Edhe tani unë justifikoja veten tek shoqet, kur shoqet më pyesin që sa shpesh shkruan ti me këtë djalin ose kështu, dhe unë thoja po më rrallë se konsumoa gjë, etc. Por ai thjesht nuk kujtohet, dhe unë në botën time deluzionali e justifikoja me se konsumohet gjë, më mirë pak e sakt, takojmë në fundjavë, shkëmbim. A mendon prapë ashtu tani? Jo. Bravo, Krista, Unë mendoj që bravo. për te shakave, nuk e di pse e them këtë në çdo episod, për te shakave unë mendoj që çdo njeri e gjen kohën nëse do. Di për çam kurioze unë se ne justifikojmë veten, po nuk e di si është këndvështrimi i çunave kur ne jemi delulu. Po pra, kurioze Po jam ta pyesim me di. ne kemi bëu Ata këtu. bukuroshat e vilës. O Flori! Dhe Flori pa Hajde, dhe hajde. Flori pa pritur shfaqet direkt Zemër, hajde shpirt, hajde drit. Hajde. Si e Flori? Edhe unë ti. Si valli popullore. Ti ai që flet për sportin? Ç'kemi si? Si e Flori? O Pler, mendon, është faji i çunave që ne jemi delulu apo është faji që thjesht jemi Unë mendoj budallaçka që- të lumtura? Ju jeni 4 këtu dhe 4 ju keni fare. Pse kemi
ne ma. Kemi. Ne nuk jetojmë vetëm Delulu, jetojmë dhe në tokë. Tani ne do bëjmë një lojë që është Delulu apo Trululu. Do me thënë, Kum kemi këtu? Delulu apo Ta realiste. kisha marrë dhe mbesën e vete. Ta mbesën e vogël dy vjeç. Kemi dhe ca foto tona, kemi dalë bukur si gjithmonë, no, Flori. Ja. E kem brapshe të ndi. Ua, më falni se jam shumë e bukur për të qenë Ja ku na ke. Wow. Unë dua Edhe të të njëra jemi Unë dua t'i Delulu. kërkoj falje publikisht këtij djalit që ka dalë mbas meje, po ndoshta Kush është ai? Një djalë komsor. Tani, ta shpjegoj pak lojën? Po. Te një foto jemi Delulu dhe te tjetra jemi Trululu. Po. Okej? Çfarë bëhet tani? Japim rast. Ti do thuash, do me thëmë, pas gjërave që do them unë do thuash janë Delulu apo Trululu. Nuk poston kur foto me ty. Tani u mendoj që je... Unë mendoj që besoj të syri keq. Dhe unë mendoj që nuk duhet postoj foto bashkë Ajo, se ajo, na kap ajo. syri Nuk më keq. pëlqen, më mirë postoj Jo, unë foto. shiko, jo. Unë mendoj që po ti nuk beson tek syri. jo, unë besoj, shiko, si dikush që ka postuar foto publikisht, pasi ndahesh dhe shahesh publikisht gjithashtu. Klea, ti të kanë sharë publikisht? Po, pasi ndahesh dhe shahesh publikisht, nuk është, ndoshta gjëja më mirë është që ai mos të postoj foto me ty. Po, ndoshta të shan, e keni parasysh kur ndoshta të shan se është i lënduar. E me gjuna. Po, ha, më ja. Këtë kemi menduar dhe ne. Lënduar më si ke thyer zemra. Po pra, ja ke bërë zemrën copë çik ja ke bërë. Flori na jep Më vjen mirë që jam në mesin e 4 vajzave shumë të zgjuara, e kuptoj në fund. që- realiteti. Ja, kështu do. Po, Unë për shembull nuk e postoj të dashurën time, Pse po s'e të kisha se Thash se s'na Nuk ka ndodhur ndonjëherë. A ke frikë se Nuk ka është shumë e ndodhur bukur e ndonjëherë. dashur, nuk do ta shohë po edhe kjo, për shembull, po postoj do të bëj do tag. me Tani po e hodh dhe thot bëj tag, po i bëre tag futen ca negative e po. bën follow. Për çfarë prodhon share rekord në familje, nuk është mirë. Ai nuk na poston ne në story sepse nuk do që Është- çunat e tjerë të na ngacmojnë ne. Pastaj gjithë çunave ta dini ju. Gjithë çunave kanë ndodhur gjeni hudhur të xhepi pa ditë, edhe mami pa ditë. Ne ne besojmë pak këto gjëra që po e pa tjetër. E, po nuk e kemi të shkon pasur mirë. gabim, o Nuk të goca. shkon Ta që ka mirë. më delulu se ne, besoj nga të syri. Dhe jemi Delulu. E Vazhdo. vërtet. Nuk të shkruan për tetor rresht se është i zënë me punë. Jo, unë nuk jam delulu këto. sa spak delulu. Nuk jam Të delulu thy këto. brinjët mare. Më vjen keq. Mare e shef- vesh. E shef si e kam bërë dorën këtu. E shef të tak, ftyr tak. këtu. Situata ime për ca kohë Prapë më shkruaj gjithë kasha. Nuk më shkruante për një kohë të gjatë sepse duhet të studionte për shumë. Ua, më vdes Po fare. mirë se tani po pra të shkollë. Ai është një me Ja, perspektivë. më se lidh me pedagogën e Harvardit, Universiteti. Po çfarë thosh me ai? dekanin. Një sekondë, jam shumë e investiguar në këtë çështje. Ai thoshte Investiguar. Investiguar. Okej. Ai thoshte që zemër flasim me mos të ka për të bërë detyrat e shtëpisë. Ui. Flori çfarë mendimi ke? Edhe më do. Po shko, jo tetor, po ndoshta gjatë tetorëve shkon vetëm 3-4 herë. Jo. Wow, Flori. Po ore për shembull, ne punojmë në një jetë ambient, ajo ndodhi që jeni ngarkuar me punë ndonjëherë duhet me boca gjëra që nuk ke kohë me këtë përgjigje. Po tash i gjen kohë, në të një mesazh Po, ku do as një gjen sekond nuk harxhon A kohë. dikush është Nuk më zgjidhja duket- zgjidhja e kësaj është që ti Ha. të lidhesh me dikën që ke në punë. Jo. Aha. A shumë Gjua shkon ku dham dhambi. Po e gjoni këtë Po gjë. problemi është se fillojnë më shumë të Gjoni këtë. Unë përcjellë popullore. Do të parkoj makinë. Tani Flore, se kam një pyetje që është pak jashtë skaleta, po unë dua ta bëj. Okej. Ti ke frikë nga, domethënë, Nga gogoli. Jo. Jo. Ai shumë delulu si Ai jemi o është i burr. fort. Ka shumë delulu si. Si e a ke John frikë? Bravo. A ke frikë nga një lidhje, po nuk ke frikë nga shumë lidhje? Jo, por kur nuk e frikë nga një lidhje edhe nga shumë nuk të rëndësh. Çaka. Shumë delulu. Çata. Delulu më shumë se ç'duhet Flori. Flori Jo ti. tregon që ai është i fortë dhe Shiko, gëzimtar, se nuk ka një frikë. ka një ide. Kur ti- Është thuje sa të gjej fjalën se Po harrova. sa djesh fjalën kur ti ke shumë lidhje, nga këto mund të zgjedhësh më të mirën. Çfarë që ka bërë? Dhe ndoshta ti i vë në garë ato që të konkurrojnë E me shikon po është për të mirën e gjës. Ato motivohen. Po. E shikon e Dhe kupton. kush fiton më e forta? Ja. Sa cute. Ka që letë është. Ua, Flori, kështu është matematika juaj ka që thjesht domethënë. A jeni kurioz të dini se ku bëhet hot dogu më i mirë në Tiranë? Atëherë ndiqeni këtë video deri në fund.
Ua, i bën like vajzave të tjera në Instagram. Shiko. Ndoshta është shumë i respektueshëm. Jo, nuk është. Nuk ka gjë. Jo, tani. Apo është. Shiko, shumë e nerva me ty Trazovac. Ti ai bën like Ose kur ai gjë. Kur ai Moj, Flori, Varet nga moj foto. shiko. Jo, ndoshta i bën edhe like dhe save se të më thoj mua kur të dalim bashkë ta bëj një foto kështu se kam parë të Ose i bën foto, i bën foto. I bën like sepse ju ka bërë kështu zakon që bën like çdo postim. Jo, e çfarë mendoj unë Florma vërtet. Unë mendoj që kur ai bën like një gocë tjetër me bikini, ai po të imagjinon ty se si sa do të shkon ato bikini. Edhe fustanet. Ti çon ty dhe thot, "Ble zemër këtë fustanin." Jo, ore, mund ta shohësh Po kur i keni save, është e vërtet që i thoni të dashurës kur dini ta bëj një foto kështu në ty se është e bukur kjo fotoja. Sa mirë që ju gjeni vetë se nuk dia çfarë thoja. Po, është edhe ana humanitare. Për shembull, kanë ato që merren me Instagram, jetojnë me atë gjë. Për shembull, foto e mora 10.000 like. Nga ato 10.000 pa i bërë një like dhe ishte 9.999. I bërë një $1. $1. Edhe i dollar. Wow, zoti madh. Është për tjetri habut me atë gjë. Po, është Shoqata jo fitim prurse. ato ushin fëmijët në Afrikë. E vërtet. Ato like. Madje me share me $3. Me share me $3? Prandaj çojeni Okej. shokëve. Vazhdoj Flori, ta anullon takimet në momentin e fundit. Jo, kjo s'të Kjo s'ka Kjo s'ka, jo. No, I don't like it. Kjo ka më shumë. Po shikoj se nëse ai është me të shtëpisë, ai është familjar. Dhe ai mund të dali me të shtëpisë, kupton? Shiko, unë personalisht si Klea nuk kam reagime të mira ndaj anullimeve të planeve në moment. Po, edhe unë bëhem shumë nervike. Jo, unë bëra tatuazh se nuk shkova në Ksamil, unë jam psikopat, unë jam me smur psikike. Po. Qose ju. E ma ç'kemi. Flori. Mos mi bë mu këtë fora. Okej, fora. Gjë, ai mund të jetë duke ardhur të marrë ty dhe rrugës makina futet në një grop të madh dhe aty çahet goma dhe duhet marrë Po çik tjetër moj. Po ndodh edhe kjo, për shembull ti je pa energji. Dhe kur je pa energji nuk të dilet. Tani për çfarë më takuan ty dhe ti me gjuhallet e mia, me qenë mërzitshëm dhe mërzitshëm edhe ty. Pa nuk jemi ne për njëri tjetrin gjithmonë. Po tash jem gati takoj prapë, kupton? A nuk mendon që Po çfarë do takosh më të rion kështu them, ja po nuk ishte. Jo, o Flori, qofse ti do ishe me hallë dhe do dilin bashkë. Me hallën, Me hallë. Si që janë vetëm nuk dalë me ty, po. Po, qofse edhe do dilin bashkë, a do mendoje për hallët, a do mendoje për mua? Po të ndikon, do të. Po çfarë të ndikon në burr? Ndikon shumë. Jo, nuk të ndikon fare. Ej Flori. Po. Flori. Ka shoqë femra me të cilat del shpesh për kafe. Unë Dikush ose ti. Delulu. Sepse ai ndoshta kur zgjihet me ty ka nevojë të hapi zemrën gocave. Dhe ai është social, ti më mirë të jetë social se sa të jetë i mbyllur të ri aty në shtëpi. Ose kur zgjihet me ty, thot shoqeve çfarë dhurate ti blej, që t'ja bëj çefin. Ka pse të ketë shoqe, madje ai nuk ka edhe pse të ketë shok, ka kupton, mund të jem dhe shoqja dhe shoku jot. Po ja, ma bën do ti më për shembull një. Ta bëj. Po. Vazhdoj, ai nuk të prezanton me familje. Po kjo është. Mos u prezantoni me familjen e atij, të më dëgjoni mua nga eksperjenca prapë. Varet do njëjtin. Varet sepse nuk do të nxitohet. Nuk Do të ka kaloj sa thot. komendoj, do të kaloj. Po shiko, ai për shembull mendoj që nëse ju do ndajeni një ditë, familjarët e ti do mërziten shumë, ti do mërzitesh shumë se e mësuar me ata, se mua më ka ndodhur si Klea dhe shumë e kupton? Edhe ti. Po, kështu që më mirë mos të prezantoj. Jo, Ma mirë, thot gjë. Ma mirë do thotë gjë? Po ka parë në televizor, i pëlqej? Plus, unë mendoj që arsye kryesore sepse ai nuk të Më gjithë pelushnjarët mua. Arsye kryesore sepse ai nuk të prezanton me mamin, është kur nëse ndahesh ti larg qoftë, mami do t'i thojë që ku e ke atë të dashur në bukur që ke pasur. Se i sjell ti dashurat e tjera dhe ato stafrojnë. Ai do mërzitet se do i rikujtohesh ti. Po, këtë ndoshta ai nuk flet gjumat nat. Ndoshta pikokra që ta zërgjumi. Më vjen mirë që ka akoma vajza që mendojnë kaq mirë, do ndodhen në mesin e katër intelektualeve shqiptarëve që mendojnë kaq mirë dhe kaq bukur për ne meshkujt. Kështu duhet mendojnë gjithë. Unë mendoj që i ke këto mendime. Edhe unë gjithashtu jemi pak më delulu, të kthejmë pak me këmbë në tokë nga kjo bisedë, kështu që jemi blind leading the blind. Kush? Unë dhe Kristiana jemi më delulut. Kështu që blind leading the blind. Blind leading the blind. Po unë kush jam? The line bleeding the line. Ti je trululuja. Ti je trululu, Me Flori Klean, që sa herë Jemi të tre bashkë trullu. po ndonjëherë shkojmë në delulu, por jo gjithmonë.
Mirë goca se ne ngelëm për herë duke folë për çunat, duke justifikuar çunat, po çunat e vilës tona kanë bërë zbar, na kanë bërë diçka që nuk e di, nuk na merr të mendja fare në botë. Tani ata krijuan, donin të na detyronin ne që të bënim Miss Villa 2025, po në fakt mua më duk sikur krijuan Miss Bubçi 2025. Kështu e shohim edhe e komentojmë. Për çfarë na keni mbledhur këtu? Goca, erdhi momenti që ne të hakmerrim. Po drejt jush. Unë nuk e harroj atëherë që shkëm tek lazeri. Nuk e harroj kur bën pilates. Dhe erdhi momenti të bëjmë Miss Lavine. Kishte qef kur gjë që Çfarë shakmarrë këtu? Po do visheni dhe do lyheni, por jo nga profesionist. Nga Flor Thona. Për çet fare. Po, më kujtoj, po ka lyer Flori, është të blistër. Po me atë të kanë sfida me çuna. E kuptoj. Po do të duar magjike. Jo, kush? Do i provoni dhe shihet e desantipit. Ne, do visheni ju. Shiko, më të si të shihet tuaj. Dhe shumë vështirë, dhe shumë vështirë. Unë më kam paguar për moderim, si gjithmonë. Ti e më ka Pas me slushës, të Miss Lavine. Çfarë do? Më falë, kjo ka baja ime këtu. Po ti çfarë do bësh? Unë? Nuk do t'jem juria. Do t'jem jurizoj. Ti apo unë? Sa do të ne? Ne do që do kënaqemi, nuk e di. Po, të kaloj shumë. Si fillim? Shumë do Ai nuk ka vallë me kapet të vesh sa tjetër. Do të shohim, do të shohim. Kapin e ka duar sigurt. Okej, vazhdojmë. Hajde. Për të tjerat, intereson vjen. Vazhdojmë. Përshëndetje Keca! Pas suksesit të jashtëzakonshëm të Miss Lushnja dhe Miss Universe, autorja e programit Goats më kontaktoi dhe tha: "Man, hajde prezantoje." Çfarë do prezantojmë sot? Do prezantojmë Miss Villa pa buxhet. Normal, s'kam buxhet, mirë që kishin buxhet më pagonin mua. Sot do të kemi gjithashtu dhe një juri përveç vajzave që do të garojmë për çmimin e madh. Në juri janë 3 persona. I pari është një menaxher mjaft i famshëm në Moldavia. Ai është Dimitru. Dimitru, mirë se erdhe. Dimitru nga Moldavia. Moldavia nuk e di ku i bie për ty. Ka bërë 8000 kilometra, ka marrë këtu avioni po mikën. Tim ngatron emrin, ngatron origjinën, nuk e pranoj. I ka fare. Do t'i. Jo, aman se me zi të kemi marrë. Antari i dytë të jurisë është gjithashtu dhe kryetari i kësaj jurie. Çfarë kemi bërë për ta sjell këtu për te Oqeanit? Ai është një dizajner mjaft i njohur, ka vesh Rihanën në Met Gala. Rihanna ishte me bar, ai thuhet që ka pasur vështirësi për t'ia vendosur fustanin, por vështirësia më e madhe është gjykimi që do i bëj sot vajzave. Desi, mirë se erdhe. Klas me të vdekshëm zotëri prezantues, ku vjen fjala e stilit, unë jam gjykata supreme. Për gjithë ju të vdekshmit, unë jam Desi. Për ata që s'më njohin, ju jetoni poshtë një vuri Gucci fake. Po puplat, jam kurioz nga i ke marrë sot. Balenciaga. Original. Okej. Original. Dhe i fundit, por jo nga rëndësia, një sekondë regjia. Okej. Po ç'ne ky këtu, ç'a do ky këtu? S'kishim tjetër? Okej. Atëherë, antari i fundit i jurisë është Daja i Klea Ballia. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe, Albi. Trujzoti. Si e pret vajzën? Do shkëlqej Klea sot? Trujzoti. Ty dhe stafin administrativ nga organizativ. Direkt me vajzat. Kush do t'jetë e para? Kristiana! Si letër alumini. So fucking disgusting. Si me qesë sanduiç i paketuar me letër alumini. Disgrace, a fucking disgrace. A shumë disrespektuese, disgresuese. Kristiana, çfarë ylli, çfarë bukurie, ju lutem një rrotullim 360 gradë që juria të manitet. Bravo. Kristiana, luku yt për sot mua më jep vibin Ragni që e ka kap Korendi me kaçurrela dhe ka marrë organin e saj me xixa. Më pëlqen detaji i floririt në dorë, më pëlqen crown, e ke fashuar, ke vrarë ndonjë gjë? Pse? Është për bukuri, se më me bukur. Është për bukuri. Rruzat më pëlqejnë, buskuqi. Jo, faleminderit. Ej, moderatori. Qetësohu pak. Po trëndafili përfaqëson bukurinë çame. Bukurinë time të brendshme, se unë jam si një lule, jam si trëndafil. E kuptoj. Jam më e bukur sot këtu, edhe nuk e di pse kanë ardhur këto të tjera. Mendoj që leopardi nuk bën garë me lepuj. Pra ti po thua që je vetë një leopard? Vrapon ti?
A nuk është Leopardi që vrapon shpejt? Unë e di qitën. Një nga ato dyja. Po që vrapon më shpejt se Lefëri. Dua të di mendimin e juris një nga një se çfarë mendojnë për Kesianën ose Ragrin që e ka kap Korendi. E nisim me Dimitrun. Kesiana, përshëndetje. Përshëndetje. A të pëlqen Leopardi? A mund ta bësh pa kullërimin e Leopardit? Më fort. Kjo ishte pak si një mace që po ngordh. Kush e kombinohet me trëndafilin tim? Shumë gjëra kombinohen me ne të dy, Dimitri. Do të vishë në Moldavi me mua, te rruga Petrolulli. Ore ti qa rrugë thua, komento lukun, si të duket luku, lëre rrugën. Luku është shumë i bukur, do pëlqen më fta kyshe fara të fustanin e veshur. Qa thua o Dimitru? Menaxheri kujt jeti në Moldavi? Kalojmë tek antari tjetër juris, kryetari jon nga Met Gala për te Oqeanit Desart. Kesiana, sa ka kushtuar ky fustan skandaloz? Di të flasësh? Unë nuk e di se ma kam bërë dhurat. Ta kam bërë dhurat, dukshëm. Ta pas kam futur. Nuk dinë se ka ndonjë acid këtej afër që unë t'ja hedh syve të mi dhe mos ta shoh më kurrë të skandalitet. Çfarë do ndryshojë desit e luku? Çfarë do i ndryshoja? Çdo gjë. Është disgusting. Është e shpifur. E kuptoj. Ishte hedhur në pishinë. E kuptoj. Dhe pishina ishte thënë, "Oh, të lutem mos ma hek të shpifësirën." E kuptoj. E kuptoj. Unë jam më e mira dhe nuk kam asnjë kundërpërgjigje. Bravo! Po një herë varsen, dhe nekëll. Është diamant. Është diamant. Nekëll thët janë si gurë të bregut lumit. E kuptoj. Vazhdoj që të kjo. Kostumi pastaj. Si sanduiqi me letër alumini që na paketote nana për ekskursion. Wow. Një shpinë që nuk e di, është depilu leshi shpinë apo nuk është depilu? Komentet e jurisi morëm. Beson që doja dalësh kundrejt vajzave të tjera, do renditesh ti e para? A ka të tjera? Nuk jam vetëm unë. Po, janë dhe 3 tjera. Do jesh ti Miss La Villa? Unë jam më e mira. Okej. Këtë besim uroj që të keni dhe ju nga shtëpia, ndërkohë që presim vajzën numër 2. Ajo është Bravo! Klea! Beskize mua, shife qëfar posture te. Shikoj, si një Klea! E mi presim juria me një duar tropikje! Qa e ke këtë, moj? Këtë? mahnita. Të breshka, e kam shpëtuar, kur kam qenë në luftë, edhe kjo breshka u pushkatoi edhe kisha shumë frikë, edhe e shpëtova. Po qa luftë e ke qenë? E kam sjell që ta liroj këtu në Shqipëri. Qa luftë e ke marrë Në vendin e pjesë? liris. Kam ardhur Për qa këtu, ka ardhur sot? sepse jam shumë e zgjuar, dhe unë kam zemër shumë të madhe, dhe unë Vetëm zemrë? Vetëm zemrën, edhe Okej. kam ardhur sepse unë mendoj që vetëm unë e meritoj misën. Më largohet. Okej. Kemi lidhje emocionale bashkë. Wow, aq lidhje emocionale, ka bërë kakën nga lidhja emocionale. Është breshk me emocione. Më pëlqen që kapin ti jep emocione. mesazhe kaq të forta. Dhe kalojmë tani te komentet e juris, besoj që je shumë e intriguar se si do të vlerësojnë. Pa. apo jo? Besoj foli publiku, foli luku, kombinimi, zgjuarsi, kontur, postur. E njeh këtë ti? Shiko çfarë Është ta e Gjovalini, e ka Gjovalini është emri i luftës. Dek dhe e për ty t'i qej mamit foto, dek dhe e për ty. Klea medaljen. Unë me Daja ne kemi raportin shumë të afërt. Daja më suporton në të gjitha ëndrat e mia. E kuptoj. A mundem pak të përshëndes? Qa ke moj gotë? A mundem? Regjia, qa ka? A mundem përshëndes pak Daja? Po me shko përshëndet. O Daja, jam televizor. Dek dhe e për ty më. Besoj flasin pak, fituesja kush është, fitues, shiko. S'ka fituar akoma, më pse emocionohesh kaq shumë? Shiko çfarë veshje, me mulesën e bukës që arrit mama Avash. jote. Me sakrificë mama jote, Daja, këtu qau. e kuptojmë Daja, por nuk ka fituar ende Daja, ka ende 2 vajza të tjera. Ju lutem, Daja. Që besoj Kujdes edhe mos Juria ket kakën ngjen e breshkës. Disa ëndra nuk duhen suportuar. Qartazi. Ti e quan atë sfila? Më mirë të kishe lënë atë breshkën të ecte se ecte më mirë se ti. Po ne ta fash me breshkën. Cat fucking walk. A fitoj. Po cila është pika e fort për luftën? A fitoj. Pika e më fort është breshka. Si lufton ti me breshkën? Po ishte luft breshka. Simbolizon. Unë i dash support Ma bën ti dot si një- Për të gjithë njerëzit aty jashtë që po presim pemët që të bëjnë mobilje, mos e prisni më pemët se pastaj nuk kemi më dioksid karbone. Edhe me çfarë do marrin frym?
Po, të marrë frymë sa kemi kohë. Hajde. Mesazhi ishte i qartë. Dhe duke marrë frymë të përcjell dhe presim konkurrenten e radhës. Ajo është Ema! Dek dhe. Absolutisht çfarë kërkova. Detajet, fustani fantastike. Nuk është. Ema! Kujdes mos shkel kakën. E ka bërë breshka Kleas. Ema, E ti çfarë thon kur shkel kështu gjërash që ke fat, më duket se do fitoj. Shkele pra! Ja, ta shkel një herë. Ema më jep vibe-in e një vjerre turke e cila nuk lejon pastruesen për nuse. Është e vërtet kjo që ky ka qenë frymëzimi për këtë look sot? Një vjerre pasur, padyshim. Një vjerre pasur, po. Okej, e pranoj. Thuhet nga mitologjia turke që kjo vjerra kishte të varur dy qershi dhe çdo burr që i prekte këto dy qershi cofte. Vdiqte. Ky ishte. Korrigjoje fjalore fantastike. Zgjedhja e duhur e foljes. Jo, unë i vras armiq në buzëqeshje. Kështu që vajza Të shohim në qoftë se buzëqeshja juaj ka deportuar tek Daja i Kleas. patjetër. Mund bisht shkelesh pak edhe tek unë. Faleminderit Daja, por jo. E di me ka më këton ti mu nga Moldavia. Kur isha 7 vjeç, kam patur dashnore e parë në fillore. Ishte zysha ime 53 vjeçe, më kujton shumë zyshën time në fillore. Më gjan shumë në parë. E pas ke pasur shumë qef zyshën. Edhe ty të kam pak. Dimitro. Po edhe Kaçurrela, ku ju Kaçurrela? O Dimitro. Ti nuk do shkelesh jashtëqitjet e Dajës. Ti do shkelesh kompeticionin. Het aty. Fantastike. Si ndjeshje e para që ka pëlqyer Desi, kryetari i jurisë. Se unë e dija këtë që unë tje me fat, të thash, unë i vras armisht. Një konkurrente po na pret për të bërë sfilatën e saj. Ajo është e fundit, ëmbëlsira për në fund ndoshta, e mirëpresim, ajo është Crystal. Pra, këtu kemi Crystal, e cila duke qarta si që është fituesja. Ajo bën performancë, ajo rrëzohet, po ngrihet 13 herë. Ajo e ka shumë të gjatë fustanin, por jo vetëm, është e zgjuar, e bukur. Ndryshe njihet edhe si Esmeralda. Por në qoftë se do e shikoni dhe nga mrapa, ngjan dhe me Quasimodon. I ka të përfshira të gjitha në paket. Crystal, si ndihesh? Që nga një emocion shumë i madh, ti je pjesë e Miss Vilës. Unë kisha përgatitur shumë fjalë, po ja harrova. U vrave shumë kurrë nga qielli? Apo kërran me kokë? Kompliment. Si fillim ti vi turp zotit Masturbov. Zoti Masturbov të vi turp. Daja, mos u zgërdi, të lutem. Je fiksi ato fustane? Një sekond të lutem. Je fiksi ato fustane që i fusim në dollap? Po të japim këtë detaj, Desi, po të japim këtë detaj, bëhet më e bukur me këtë detaj kështu. Shikoje. Ndoshta simbolove fytyrën. Të sugjeroj vazhdosh një drejtim tjetër drejt teatrit. Edhe unë ty, dhe unë a mund ta bëj një Kampionat show, për kampionat show. Nuk je për këtë punë. Profesionist. Ti e bërë si kotet. Okej, e vërtet. Mak je bërë. Zoti Vogve, që co pak Zoti Vogve, që co. Call my hot couture Mugler. Je bërë si koteti punës sërës ti me shat. Ball, stop! Kaç jefti? Do të falenderoj parukëri modën tek refratullimi Kavajës, që është kujdesur për lukun tim sot. Se qeshi, vados. Arma më e fortë është shikimi. Gjibanja shumë krenar për tim. Haje kamerën. Dhe kam ardhur
për një mesazh shumë të rëndësishëm, sepse bukuria është subjektive dhe ndoshta unë nuk i pëlqej gjithëve, por unë kam ardhur që ju të mos përdorni më makina dhe të mos pini më cigare, sepse arinjt polar janë duke vdekur në antraktrid. Antraktrid? Janë duke vdekur në antraktrid dhe nuk duhet të përdori më, sepse nxirsim ngrohjen globale. Mund t'i shumë faleminderit, je shumë e mirë. Urojmë që publiku dhe votat e juristë të shpallin fitueset pak. Okej, Okej, faleminderit. Kto ishin sfilatat, por nuk kam mbaruar me kaq. Juria do të mblidhen të 3 bashk dhe do të vendosin fituesen e Miss La Villa. Por për herë të fundit le t'i shohim edhe një herë të 4 vajzat bashk. Vajza, kemi arritur në momentin e fundit, në momentin deciziv. Juria janë mbledhur dhe kanë vendosur se këto shpallin fituese. Por kemi kohë deri atëherë, sepse tani do shpallim të eliminuarën e parë. Atëherë, regjia më thotë që eliminuara e parë, por nuk do shkoj pa gjë, është Crystal. Crystal merr çmimin si Miss Nishani. Desi, faleminderit. Miss Nishani. Crystal, je Miss Nishani, mos ta nin për askënd. Shiko nga kamera dhe jep mesazhin për fansat. Nuk ka mesazh, por kush është arsye që më hoqën? Nishani prap. Pse më hoqët? Ke 2 nishane, nuk pranojmë në konkurs me 2000 është maksimumi jonë. Por ti je Jo, ju lutem. E eliminuara e radhës është Këdoja shpirt, këdoja jetë. Kejsiana, por nuk shkon pa gjë. Dimitru, jepi misin, çfarë i takon? T'jap çfarë i takon? Hajde pak me mua të mbrapa. O Dimitru, se ke qendrën e masazheve si çmim. Kjo gjuha nga zoti masturbove është e patolirueshme. Na falni ti. Familja masturbove Farkimov. Okej, po këtë çmim nuk jepet pa provë, prandaj Miss Buzov, i lutem Miss Buzov. I lutem kameramani. Lutem lere zotin Masturbov. Ju lutem. O Masturbov, të lutem, ke marrë çmimin ke qendrat e masazhit për t'i provuar këtë gjëra. Zoti Masturbov. Ju lutem. Nga i ke jetë këtë jurit. Momentin tim. Duke marrë për masazhit për t'i provuar këtë gjëra. Zoti Masturbov. Ju lutem. Miss Liçenita 2025. Dhe do na përfaqësojë në Miss La Villa 2025 është Çoje, Klea, dek dhe e për ty. Hajde thuje! Emma! Po ta kapi kamerën mirë. Nuk e dua Kështu është kjo Shqipëri mistike, një Miss Nishani, një Miss Buza, një liçenitat, por rëndësika që bukuria gjithmonë do triumfoj, gjithmonë triumfon bukuria. Si jemi në episodin e radhës, Keca! Rakni, Sadna, si quaj mamja lekun, Vasundra. E marrë si Vasundra, nuk e tjetë përshme. Ua, ajo mos e patë që mua atë eksperiencë, nuk e di. Unë isha bërë si fallxore, nuk e di çfarë emri të vëja, si fallxore? Si fallxore, jo ishte Klea si fallxore. Klea lexonte sferën.
Pastaj performancët të tmerrshme Bollywoodi, ne realisht kishim shumë nevojë për një renovim të garderobës, prandaj shifini llojet e gocave kur bëjnë shopping. Wow, zemra, shisa e bukur kjo bluzja, 125.000 lek. Po qa flet me budallaqe, 500 lek e gjithë gabe. Oh? Edhe kjo namë, Mas më kalon mendja mua të harxhon 125.000 lek me bluza. Se ç'është këta ne? O zemra, më fali fia, se këtë ka vesh Elvana Gjata dhe ka postu dhe story, biles. Ku ja be Elvanës, moj mor, ti e kishte bler vjollca pra 2 ditë ishte me drese, e kishin dhënë edhe ripin dhurat, biles. Shi vjollca, e zgjull. I thashun, qa tha, i tha, po? Oj, ma, pash dirën një fustan këtu, roz, saten, i gjatë, e gjithë si më rrinte, mu në gjarë si flutu. Wow, zemra merë, të lutem se ty të shko roza. Seriozisht, po ti e di sa kesh unë jam nga lekët të muaj. Pse? Po, drita, ujë, qera, internet, që shpenzime. Pa ti budallaqe jemi, po ti dërgoj unë këtu me majute. Direkt. Po, që flet, ja, ti bëj unë tani. Ua, merdën! Hajde marim që tani? Hajde. Të dua! Falinderit! E, të ta vesh këtë fundjavë kur ti ki me gocat Milano. Që Milano? Këtë fundjavë, më di ki me gocat. Imagjinoj një foto aty si diva, me ato takat që kam blerë me gura herë e kaluar, të dielën që tash që mora ato takat. Zra me ta pasta aty me një koktejl në dorë, super foto si diva. Po jo, gozi, këtë fundjavë, do bëhet ca foto në Venecia, te varkat aty peri. Ua, qa ngjyre ky perë, shimo sa i bukur, a? Shumë, o zemra. Ej, po kjo gjaketa për dark, ka me fustan poshtë, Shumë i bukur. Super, nuk e di. Po ky fustani, a? Sa i bukur. A, se si mund të më rri kështu oversize bukur fare. Dhe një gjë tjetër mi. Po kjo këmisha, a? Pa. Ej, ti provoj njerë, a? Hami, këtë do marrësh. Ua, ej, shife moj, ua, di qa o zot per, yll. Po shumë mirë pra mere. Këta, a, se thot, prit. Mirë, gocë, po hajde, shpejt tani. 2 orë. Dilo, gocë, më tani. Shife pak të moj, ua. Me këto pantalot që i kam, a, yll. Per. Po prit se kam një dy tjerë ti provoj dhe ato. Ha më i shoj që vure gjë. Kjo është, nga gjitha kjo është yll, bezh, më shkon, oversize dhe fix. Super pra këtë merë. Një po, e di qke? Do vjerë tjetër. Po ti me Ema, si shkoj ble fustan kësaj s'ma ke ble mu i Ha, herë? pra, një dyja, 1+1 paket, shoqe. Po ma mblen gjërat tjera më të shtrenjta, tash ne vetë më gënjemi një fustan. Ma më falë dashurin që është e paçmuar, nuk ka vlerë. Mire, e mbyllim? Se u lodhëm. Po këthejmë në qaj. Bye. Nëse ju pëlqeu kjo që sapo pat, bëni like, follow dhe subscribe në kanalin tonë në YouTube. Andale!